na kanë bo atë pyetjen që është e zakonshme a luajmë futboll me dora, me këmbë. Në fillim u konë shumë vështirë se nuk na kanë marrë parasysh se ç'më thonë, na kanë veçon edhe motra jeme, na konë një ekip moshkujve dhe s'janë mirë shumë e neve, normal që na femna hajt që aty merr në topin luni vetë dhe na kanë anashkalu pi tyne. Apo na tregon pak për fillimet e tua, para prakisht më tregove që ke filluar tepër e vogël, ashtu edhe po do me një që të them prej teje. Po, une si fillim kom fillu me ekip djemve, se edhe qyteti i Pejës, pikavijone, nuk ka pas ekip të femnave dhe une kom fillu me djem. Tani pe atyhet një ekip i Gjakovës, më ka po që muj me arrit diçka me futboll, edhe më ka ftu mu edhe motrën teme, ku aty i ke marrë hapat e parë të një futbollistes, edhe pe atyne une kom vazhdu edhe me kombëtaren, edhe me tash në klubin e Mitrovicës që jam, po si për fillim kom fillu në ekipin e Gjakovës, edhe tash jam në klubin e Mitrovicës. Qysh janë kohën ato, po du me ditë pak a shumë se qysh e trajtojnë meshkujt ose djemët në këtë rast një femën që luajnë futboll me ta? Në fillim u konë shumë vështirë se nuk na kanë marrë parasysh se ç'më thonë, na kanë veçon edhe motra jeme, na konë një ekip moshkujve dhe s'janë mirë shumë e neve, normal që na femna hajt që aty merr në topin luni vetë dhe na kanë anashkalu pi tyne. Po shqyr Zoti që kanë ardhur tash këto mundësi edhe mu zhvillu edhe femnat se edhe femnat din me lujt futboll, jo veç moshkujt se nuk është sport veç për moshkuj, e meritojnë edhe femnat mi bo aftësitë e tyne. Apo na tregon pak a shumë, po më intereson me ditë se qysh ka qenë kur e ke marrë ftesën për mi u bashkangjit një klubit tamam ashtu për femna dhe me thonë prej sotit edhe unë muj me lujt futboll. U konë shumë mirë, sidomos që ky klubi i Mitrovicës është kampion që 7 herë në Kosovë, edhe kur më kanë ftu ata për me shku në klub Mitrovicës, për mu konë ndjenjë shumë e mirë se nuk e kom besu që kaq shpejt me arrit me shku një klub kaq të mirë, se për shembull për një ekipi që u konë vetë sa ja ka nis mu formu, sa jena bo bashkë do qika për me lujt futboll, edhe me shku një ekip që është kampion, edhe që merr pjesë në ligën e kampionëve, në Champions League, u konë ndjenjë shumë e mirë për mu, edhe u konë një motiv shtesë që unë muj me vazhdu, muj me stërvit, muj me bo ato që di me bo, edhe tash normalisht që jam shumë e lumtur edhe për vetë. Na veç e dina që ka paragjykime në gjithë të cilën punë ku veç e bën një femën, këtave që kena mësu, bile sidomos të na Kosovë është jashtëzakonisht shumë, sidomos për ju femnave që luajnë futboll. Sa e ke ndjenë ashtu ato paragjykimet kur ke filluar me futbollin? Se tash besoj që veç nuk ta nin më. Jo. Në fillim u konë zor se normalisht që kur je femën edhe kip me pas paragjykime, kjo është femën, kjo s'di me luj futboll, ose në rrugë kur na kanë pasë, na kanë vetë me çfarë sporti merresh, kur i kem thonë me futboll, na kanë bo atë pyetjen që është e zakonshme a luajmë futboll me dora, me këmbë, se nuk e kanë ditë që ekziston në Kosovë futbolli i femnave. Amo tash është shumë, i kisha sugjeruar edhe vajzat e reja, vajzat që kanë qef me luj futboll, që shkoni, bëni ëndrrën tonë që keni qef, se tash ja vlen me lujt, edhe tash ç'më thon u bo tash e kanë marrë vesh që din edhe femnat me lujt futboll edhe u bo shumë mirë. Edhe mundeni me bo dhe jo. Te tregove që veç me motrën e bëni të dyja të njëjtin sport, po në jem pozita të ndryshme. Pozita të ndryshme, ne jemi pozita. Ajo është më sfoshore, unë jam portiere. Amo tash këtë sezon ajo u fut veç në Super League, edhe këtë sezon ajo ka me pas kundërshtare, ka me konë normal ndeshje emocionuese se me lujt kundër motrës, po më fush se një. Nuk është e jonja që kjo. Çfarë ndjenjë është me luajtur kundër motrës? Unë veç që kom zhvillu një ndeshje kundër sajna na ka ro për kupën e Kosovës. U konë ndeshje emocionuese, po normal që gjithkush ka qef me fitu për vete dhe edhe asoj dëshiroj sukses në ekipin e vet. Mo vete pak ma shumë.